I cilësuar si një ndërtim i rrezikshëm për jetën dhe i shpallur i pabanueshëm, pallati 1300 në lagjen 24 maj vijon të mos gjejë ende qetësi. Pas dështimit në 3 tentativa radhazi, u duk se problematika e pallatit 1300 në lagjen 24 maj në Vlorë ishte marrë më në fund seriozisht, teksa u ringritën përsëri skelerit, por banorët thonë për televizionin 6+ Vlora se punimet për këtë pallat janë pezulluar përsëri, e ndërsa këtë herë nga kryetarja e Bashkisë së Vlorës, pallati ka pësuar dëmtime të shumta të cilat janë përkeqësuar ndjeshëm pas tërmetit të vitit 2019. Sipas ekspertëve të ndërtimit, përveç goditjeve sismike, një ndikim të madh ka pasur edhe një shtesë ndërtuar në gjitur objektit, ku ishte ndërhyrë pa respektuar kriteret teknike. Kjo shtesë ka ushtruar presion mbi strukturën ekzistuese të pallatit, duke rritur rrezikun për shembje. Vetëm pak kohë më parë, kjo ndërtesë shtesë u shemb si një masë e vonuar por e domosdoshme për të ulur rrezikun. Megjithatë, specialistët paralajmërojnë se dëmet në pallatin kryesor mbeten serioze dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme. Ndërkohë në zonë tashmë janë ngritur skeleri dhe gjithçka duket gati për nisjen e punimeve, të cilat mësohet se janë pezulluar përsëri. Pallati i ndërtuar shumë vite më parë me parafabrikate është konsideruar zyrtarisht si objekt me rrezik të lartë dhe i pabanueshëm, edhe pse disa familje janë larguar, të tjera jetojnë ende brenda tij duke u ndjerë të kërcënuar çdo ditë. Ata kërkojnë që projekti të zbatohet pa vonesa të tjera, pasi çdo shtyrje përbën rrezik real për jetën e tyre. Sipas banorëve, çarje të reja në mure dhe lëvizje të strukturës janë vënë re edhe së fundmi, sidomos gjatë rreshjeve ose lëkundjeve të lehta. Ekspertët theksojnë se nëse ndërhyrja nuk realizohet në kohë, pasojat mund të jenë të rënda, jo vetëm për banorët e pallatit, por edhe për kalimtarët dhe objektet përreth. Ata paralajmërojnë se çdo vonesë shton rrezikun e një shembjeje të pakontrolluar. Banorët nga ana tjetër shpresojnë që këtë herë premtimet të mos mbeten vetëm në letër, bëhet fjalë për një objekt të amortizuar, i cili prej vitesh është konsideruar në rrezik shembjeje dhe që ka vënë në alarm dhjetra familje që jetojnë përreth tij. Në përpjekjen e parë, institucionet kishin vendosur një afat prej 3 muajsh për ndërhyrje në të, por punimet nuk u realizuan. Edhe 2 përpjekjet pasuese dështuan, duke e shtuar pa sigurinë dhe frikën e banorëve. Por tashmë duket se e treta është e vërteta, por deri më tani nuk duket asgjë në horizont. Banorët theksojnë se çdo ditë më shumë dihen të rrezikuar, ndërsa kërkojnë marrjen e masave.